إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فنندرم prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Kurse salavatët dhe salamat ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderim dhe madhërim Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin kur s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar besimtar, në ditët që i kemi para nesh, kena me përcjell një kategori shumë të veçantë të shoqërisë tonë në rrugtimin e tyre për hax. Du të e bëj një pyetje se cilit haxhi që është duke shku, dhe du t'ja bëjt një pyetje retorike se cilit që nuk shkoj këtë vit në hax dhe nuk u regjistru për me shku vitin e ardhshëm. A e din ku e të shku? Dhe a e din ku nuk shkove? A e din çka lëshove, çka humbe? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në gjitha hadithet që të përmendet që janë të sahiha dhe shumë të tjera transmetime që flasin për vlerën e këtij udhëtimit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "El ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabuhu sa'aluhu fa a'tahum." Allahu akbar. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, luftari për hir të Allahut azza wa jall në rrugën e Zotit, haxhiu dhe umrexhiu, janë mysafir të Allahut azza wa jall. Janë mysafir e Allahut azza wa jall. Allahu këto i ftoi dhe këto ju përgjigjen ftesës së Rabbul Aleminit. Në hax nuk ka shku ai i cili ka parë. Në hax nuk shkon ai i cili është i mençëm. Në hax nuk shkon ai i cili është shumë i Zotit, shumë i aftë. Në hax shkon ai të cilit Allahu ja ka dërguar ftesë. Dhe në hax shkon ai që këtë ftesë e ndron, e kërkon. Dhe me mallëngjim të madh e pret. Ky shkon në hax. E Allahu te bareke ve teala thot, Allahu këto njerëz i ftoi. Dhe këto ju përgjigjen ftesës së Allahut te bareke ve teala. Allahu këtë ftesë u dërgoi si ofertë gjithë njerëzimit deri në ditën e gjykimit prej kohës së Ibrahimit alayhis salam, kur i tha wa'adhin fin nas. Dhe thirrë njerëzit o Ibrahim. Te thirr hip në kodër me një zot të madh, thirrë njerëzit e tu, hajde në hax. E tjetra është në dorën e Allahut te bareke ve teala. E kësaj ftesë dikush i thot lebejk Allahumme lebejk, të përgjigjem Zot ty, të përgjigjem vazhdimisht sërish dhe pandal. Dhe Zot ndalemi dhe imanim kur nuk ndale duke u përgjigj ftesave të Allahut te bareke ve teala. Që dhe na sot që kemi ardhur me fal këtë xhumë, ju kemi përgjigj ftesës së Zotit që muezini na i përcjellë duke na thonë hayya ala salah, hajdeni namaz, hajdeni në xhumë. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu këta njerëz, këtë kategori të njerëzve e ftoi, ato ju përgjigjen kësaj ftese. E pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa'aluhu fa'atahum. Këto prej Allahut kërkuan. E Zoti u pranoi kërkesat. Ju dha atë që e kërkuan prej Allahut te bareke ve teala. Secili që shkon le ta din se ku është duke shku. Mysafir i kujna është.
Ta kupton se me çka duhet të merret. Ta kupton se sa i nderuar që është e që nivelin e qëndrimit ti në Mekë të mban nalt. Të mos merret me kodrat e Mekës. Të mos merret me hotelet e Mekës, e të bëhet inxhinier të merret me arkitekturën e Mekës. E të mos merret me kallaballokun e Mekës dhe me ngjyrat dhe edukatën dhe sjelljen dhe numrin e madh dhe kallaballokun e Mekës. S'është punë jote ajo. Ti je mysafiri Allahut o vëlla. A din kush je ti? A din sa i dallum dhe i veçum je? Ti që Allahu ta mundsoj me vëndu këmbën tënde mbi tokën e Mekës. Ty, Allahu ta ka mundsu me shkel tokën e Mekës. Atë vend të shenjtë që Allahu e ka shenjtëru deri në ditën e gjykimit. Neve gjunaqarve e që i kemi të bamat e tona se cilën në formën e vetë, ne ka mundsu Allahu me shkel atë vend, e na mos me rujt nivelin edukatës, kurse gjithë që na shojnë na din kjo është mysafiri Allahut, e ty me ranë atë nivel shumë të ullt. S'ka hije. Ati që e leshove këtë shansë, mëse përsërit këtë gabim vitin ardhshëm, o vëlla, bëhu edhe ty mysafiri Allahut. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e sakt, thot mundohuni tabiu bejnë al-hajji wal-umra, mundohuni me shku në hajj dhe umra, fa innehuma ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkoni në haxh dhe umre, se haxhi dhe umreja i largon fukarallokun dhe gjunahot prej teje, ashtu siç e largon zjarmi drishkun nga hekuri. Shkoni në haxh dhe umre, se haxhi i djeg i largon fukarallokun dhe gjunat e tona që i kemi, ashtu si që pastron zjarmi hekurin nga drishku që e ka. Kjo është për do filozofa që thonë haxhi shumë shtrenjt, e me paskon mu mledh muslimat me parët e haxhit me bo fabrika, e me bo kët, e me bo atë. Themi ju që falë në kësho, as fabrika s'bëni, e as punë të dobishme për të tjeret nuk bëni. Vetëm punë që e bëni ju e çojni veten në xhenem me këtë llafe. Sa i cili shkon në haxh, ai ka zemër, ai ka parë edhe në haxh me shku, edhe punëtorëve rroga me ju dhon, edhe fabrika me çel, edhe zeqat me dhon, edhe sadaka me dhon. Ai ka plotsu kushtin e fundit të Islamit, që ta bën me dije se s'ka të mirë tjetër që e kalon pa e bë. Largimi na mushti me haxhien, largimi na haxhis me akujtu se ke mujt me këto pare me bo këtë, a e ka bo atë pimoti para se me shku në haxh. A këto që flasin kështu, veç në xhenem shkojnë, asgjë më tepër. Këto filozof, këto që gjërat mundon me na i materializu, këto që mundon këtë ustim me pa vetëm pare dhe pagesë, e vetëm një shkumje dhe ardhme, këto se janë kuptu se shka do me thonën me shku njeri në haxh, se ku shkon mysafiri, ku i na është, e qëfar i ofrohet ati. Na i kemi shansën mi djek gjunat tona, mi zhduk gjunat tona. Qëfar na vin kjo pasuri, qëfar na vin neve fabrikat e shumë gjëra tjera nëse shkojmë në xhehenem. Qëka na duhen gjithë të pasurit e kësaj dunjoje, kur do të na humbe sensi dhe njerëzilluku, mëshira dhe solidariteti ndaj vetvetes tonë, pastaj edhe ndaj njerëzve. Ai që s'është i mëshirshëm ndaj vetvetes, që s'ka gale dhe breng ndaj gjunajeve të veta dhe si friksohet xhenemit, ai alo ma se ka dert edhe për të tjerit. Të bindur t'jeni në këtë. Ai që ka iman, ai ka sens, zemrën e ka të gjallë. Ai çdo bukë, çdo dinar, çdo të mirë e ndan me të gjithë që e shef të rrugës e duhet me ndan me ta. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq
raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Allahu akbar. Myshde o haxhi. Myshde për ty. Thot ai që këtë lafët i ka të sinqerta e tamam se Zoti ashtu e ka mësuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Thot kush ka në hax. E nuk e ruan nderin e tij, dhe e ruan namazin e tij, fjalorin e tij, dhe nuk bën gjunahe. Kthehet në shtëpinë e vet, ashtu siç e ka lind nëna e vet, pa gjunahe. Sikur dita që e ka lind nëna e vet, në ditë kur kemi lind që s'kemi pas gjunahe, që ashtu kthehet haxhia në shtëpinë e vet, që e ruan gjuhën e tij, që i ruan duart e tija, që e ruan mendjen e tij, dhe mundohet krejt mirë dhe ka e mira me mendu e me punu, e me mundu çdo të mirë, e çdo të dobishme që i ofrohet në Mekë ai të e bën e të e zbaton, ky njeri kthehet në shtëpinë e vet, sikur atë ditë që i ka lind nëna e vet pa gjunahe, me gjunahe të faluna. Dita më e rëndë dhe më e keqe për shejtant dhe shejtant insan është dita e Arafatit. Andaj ju pengon dhe flasin se në ditën e Arafatit Allahu Azza wa Jall krenohet para krejt banorëve të qiellit me haxhilet dhe me mysafirët e vet. Që ato që i kalon pallatet e kësaj dunjoje, që i kalon vatanin e vet, që i kalon punët e veta, bizneset e veta, familjet e veta, kanë shku mu bo mysafir të Zotit. Allahu me ata njerëz para krejt me laqeve të qiellit krenohet dhe thot shifni këto. Shifni këto. Mysafir të mi që krejt i kanon kanë ardhur në Arafat në këtë shkretin, në këtë vend që vetëm shkretin ka asgjë tjetër, kanë ardhur me fitu kënaqësinë dhe falën Allahu te bareke ve taala, dhe Allahu a fal gjitha xhilerëve dhe Zotin e madh e lutim që edhe xhilerëve ton Allahu te bareke ve taala tu a fal e të na kthehen vendindjen ton me gjunahe të falura ashtu siç i ka lind atë ditë nëna e tyre. O vëllezër dashur, o vëllezër dashur, le të jetë kjo edhe për kujtim për gjithë ata që i mashtron dunjoja. Se haxhi punë e mirë është sa më shpejt me e bo. Mos me prit leçnin. Mos me prit këtë punë të dunjos dhe të saltanatët mi krye me shku në haxh. Po nëse një moment caktuar na mundësot me shku në haxh, e shohim se kemi një dinar që na i mundson dhe lehtëson udhtimin, e kemi shëndetin dhe forcën dhe rinin, shkoni në haxh së bashku me familjet tuaja, së bashku me bashortet tua, me nanat dhe baballat nëse nuk kanë shku edhe ata. E kulu ma tesmeun, walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ka kalu një kohë që në xhamin Isabeu se kemi shtru hasrën për nevojat mujore që i ka kjo shtëpi e Zotit, andaj do të lusim xhamatin në dalët e xhamis të nderon këtë xhami me sadakan e tyre duke lut Allahun që çdo dinar që e jepni t'ua bën dritë natën e varet në ditën kur do të varrosemi gjithë së bashku. Mos harroni se sot është ditë e xumah dhe është shumë sevap me dërgu salavatet dhe selamet mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, me salavatet dhe selamet më të njohura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.